Përshëndetje, përshëndetje. Faleminderit. Një show madhështor. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit të nderuar shikues, mirë se takohemi sërish në emisionin e radhës Super Sfida. Super Sfida edhe sante si zakonisht ka ekipe mjaft interesante, publiku i do shumë, ata aty ku gjenden ata, natyrisht që është një atmosferë zjarrt. Shpresojmë dhe besoj që e njëjta do të na gjejë edhe këto në arenën e Super Sfidës. Kemi vendos që këto dy ekipe të garojnë, të dy ekipet vinë faktikisht nga bota e estradës, të dy ekipet janë këngëtar, por me zhanre të ndryshme. I ftoj në skenë së pari ekipin e Medes Turbo Folku. Akoma pa fillu emisioni, filloj zjarri në Super Sfidë. Para se ti ftoj garusit tjerë, t'ju informoj që sipas disa informatav, fatkeqësisht Meda ka vendosur ta ndërprej muzikën, nuk do të këndoj më. Nuk e di se jeni të informuar, sipas një rregullore të re, është vendosur një ligj ekstra vetëm për Meden, ato ku këndon Meda, duhet gjithçysh të shkoj edhe një kompani e zjarrfiksve, sepse... Pra, i ftoj në skenë edhe ekipin Hip Hop. Mirë mërama, mirë se erë të dy ekipet, mirë se erë në show në Super Sfidës. Edhe pse shumë shpesh ndoshta ju bjen edhe të këndoni bashkë, sot leta dini që është një garë mes juve. Kështu që direkt të finoj. Qysh fillim. Atëherë ju njoftoj shumë shkurt Meda për ekipin. Do të garoj për ekipin e Turbo Folkut, ose shumë shpejt do t'ja ndrojmë edhe emrin, ekipin e Bayernit. I kemi dy fansa të Bayernit të cilët janë flakt mas të ekipit. Në ekipin është edhe Ganimeta Abazi, Ganja. Ganja me këngën e saj legjendare, një këngë që me siguri do të mbetet histori. Miru pafshim Kosovën e lirë. Jo, këngë do të mbetet histori, e kemi edhe Agronin. Agroni ka shumë veçori, është edhe menaxheri një hotelit madh të ne, edhe është shok dhe mik. Është edhe shok mik i ngushtë i një reperit internacional DMX. Dërsa në ekipin hip-hop është Kida. Edhe Kida, me klipet e saj të para, me këngët e saj të para, u bë e njohur në të gjitha trojet shqiptare, është në trend shumë mirë, veç vazhdo Kida. E kemi në ekipin e hip-hopit edhe Majkin. Majki, një reper i jashtëzakonshëm, filloi jo shumë kohë gjatë, vitet fundit, por shpërthej qysh në këngët e para. Dhe e kemi Fisin, këta tre garuesit
do të darojnë sante për ekipin hip-hop. Pra, vetëm që unë joftoj që gjithsejt i kemi 10 gara edhe kjo është loja e fundit e kësaj gjiroje. Ekipet fituse nga emisioni i radhës do të garojnë vetëm ekipet fituse me zveti, kështu që përqendrim motivi madh për fitore drejt kampionatit të Supersides. Med, a pe kollëm ajo? Pa tjetër, me rëndësi është pjesëmarrja, kush fiton, kush of ma i zoti fiton, kështu që... Fore i ka meda këto se kjo me fitu tirën e kampionit. Nuk kam qef me hup, nuk kam qef me hup, nuk du me hup. E pra na në mësu me fitu, s'ka qef me hup, kështu që ta shojmë sante çfarë do ndodhë në Supersfid. Të dy ekipet janë gati, publiku është gati, ta shojmë se cila është sfida e parë. Publiku, sfida e parë është okej. 3 garuesit duhet të luajnë në lojë, 3 raunde, se cili raund i ka nga 1 minut, cilë do t'jenë ata të partë që do t'a luajnë këtë garë. Agroni dhe Majki. 1 minut, ko dërsa gjdo raund i ka nga 5 pikë. Për qëndim, rëni, okej, atë të porta, e pritni countdownin, si fillon start, fillon i lojën. Loja po fillon. Për 5, 4, 3, 2, 1. Filloni. Loja starton. Gjithçka është gati, pra ka filluar minuta e parë, raundi i parë është Agroni dhe Majku që janë duke luftuar në këtë raund të parë. Goli i parë për ekipin e Bayernit. Do ta pet mes. Do ta pet. Fillon. Shojmë do të ketë barazim nga hip-hopu. Ardën të mbetet rezultati 1-0. Shumë afër barazimit, Majku nuk ka barazim. 30 sekundat e fundit. Shojmë Gjuan, Majku nuk ka barazim edhe mëtej. 1-0 mbetet rezultati edhe mëtej për ekipin e Bayernit. Nuk ka barazim nga Majku, vazhdon të mbizotroj Agroni. 10 sekundat e fundit. 8, 7, 6. 1-0 pra pikët e para për ekipin e Bayernit. Agroni, Gana dhe Meta. Tani Meda ka radhen, raundin e dytë. Ajde, Mit. Meda dhe Fisi. Këthoni të porta. Loja po fillon. Për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Nisur ky raund edhe për Metën dhe Fisin që shënon me njerë. 1-0 për Fisin. Shojmë Meda çfarë do të bëj. A ka marrë ndonjë mësim nga futbollistat e Valis? Nuk arrin Arrin të barazoj Meda, ta kthejmë portën në vend të vetin. Vazhdoni. 37 sekunda. 1-1 rezultati, presioni Medës. 30 sekundat e fundit, 1-1 ka mbetur. Meda ka topin. Një parabol i timir, po nuk ka gol. Strategji fenomenale nga Meda. Tani tenton me spunta, mirë po dhe këtë herë nuk arrin. 12 sekunda të në fund. 9, 8, 7, 6, 5. Shojmë se çfarë do të bëj Fisi, duhet të gjuaj. Nuk ka gol, 1-1 rezultati. 1-1 rezultati. Të shojmë se çfarë do të ndodhë në raundin e tretë tani. Tani Ganja dhe Kida. Ta shojmë tani edhe raundin e tretë, Ganja dhe Kida. Loja po fillon. Për Publiku 5, për 4, 3, 2, 1.
Loja Ka starton. filluar koha. Shojmë. Vazhdoni, nuk del topi këtu jashtë. Shojmë kur të shënoj këtu. Ganja me presion, kalojnë 10 sekonda, ktheni topin në fush. Nuk ka gol apo po. Arrim të shënoj Ganja. 14 sekonda dhe në fund, vazhdoni. Ganja departon nacional. 2-0. 30 sekonda kanë mbetur për Kidën që ta parazoj rezultatin. 3-0. Vazhdojmë sërish edhe me topin e 4 tani. 3-0 për Gana, 20 sekonda të në fund. A do të arritë të kërtoj sërish Ganja apo jo? Nuk ka gol këtë herë, Kida. Diçka nuk është e interesuar. 10 sekonda, shënë njerë Ganja, 4-0. Dhe fitore e Ganës. 4-0. Jo, pas ka liu dikon para se me të Ganja fenomenal. Profi në okej. Ma nëziv gishtin, ka roh. Meda e lëndoj pas gishtin. Me rëndësi fitoria. Me rëndësi është fitoria. Sto pikë jemre? Ta shojmë edhe rezultatin. 15-5 është për Bayern. 2 raundat i fitoj Bayernin, dërsa një raund det rezultati i barabartë, kështu që e ndajmë pikt të dyjat nga 5 pikë. Deri në fund që shtë e kanë? Qështu njëjtë, ha? Më ndohet shika Ganja profesionalisht pas ka luj. Qëra veç që vetë fjalla na jem Bayern, njerë sportiv. Ka zëmë që i prejmë. Nuk e di se edhin këta Gjermant janë prej fëmijë Najna me strekt, gjitha lojra. Veç shova se më lëndu dorën që e mon mikrofonin. Ja, s'është problem, nuk problema e punë. Te meta nuk ka problem, gjejmë edhe asistenta mja mojnë mikrofonin. Pra ta shojnë se cila është sfida e radhës. Sfida e dytë e radhës, Ranës 10 gjuajtje për se cilin ekip. Kjo loj i ka 5 pik, i keni gjithsejt 10 gjuajtje. Duhet t'i vendosni në shufer. Ta shojmë se cilë do t'jena ta garus që do t'shënojnë me shumë. Hip-hopi të paret janë ekipi hip-hop. Kida, Kisi dhe Majki. Koa nuk është e limitune. Kejtë qëto këna. Po, 10 parë. 10 gjujtje kemi. Gjuni një nga një, ose njëri... Loja po fillon. Për 5, 4, Ekipi 3, hip-hop. 2, 1. Loja starton. Gjithçka gati për ekipin hip-hop, R&B dhe fish. Tenton Kida, tentimi i pari pa suksesshëm, tani Fisi gjuan. Edhe pse ka gjysmë profesion lojën e basketbollit, Fisi larg. 3 gjuajtje të shohem, a ka ndonjë të saktë, Kida dhe njerë gjuan, jashtë. Pak ma poshtë. Tentimi 5, dhe qëllon Fisi. Majku jashtë. Shohem edhe njerë Kida gjuan, edhe njerë jashtë. Tani Fisi me një tentim. Vetëm një e sakt për ekipim hip-hop R&B, ja tentimi i fundit. Kida do gjuaj. Dhe jashtë. Vetëm një shënim për ekipin hip-hop R&B. Ta shojmë tani Bayerni, qëfar do t'loje do t'bën me fucat Ranës. Një mark botrore. Mark Ranës, emër i madh Bayerni. Ta shojmë në sfidën e dytë të radhës. A më në kam shtjelë pa kështë të këpuca këta. A do t'a mbrojnë një epitet ka se madh Meda, Ganja dhe Agroni. I pari që do t'gjuaj është Meda. Jo, Meda, jo pa Agroni. Shojmë se sa të saktë do Loja t'jenë. po Hajde fillon. Goni, jo, vazhda. Për 5, Koha nuk është e limitune. 4, Për qëndrim. 2,
1. Loja starton. Agroni është më i gjati nga të gjithë dhe më i dopti si duket. Tani Meda në tentimin e parë. Mbi Shufer, çojmë se çfarë do të bëj Ganja. Më shumë fuqi Ganja, çojmë Agroni tani. Shumë afër, sërish pa shënuar. Tentimi 6, më së afërmisht e Agroni. Ja Ganja Gjuan, mbi Shufer. Duhet një herë apo më shumë të shënojnë dhe ja qëllon Agroni. Barazohet rezultati. Qojmë çfarë do të bëjnë Meda. Meda Gjuan. Edhe një herë të qëlloni për t'i fituar pikët. Dhe nuk arrin t'a bëj këta Agroni. Pikët e barabarta. A e bëjmë edhe nga dy gjujtje? Mund t'a bëjmë edhe nga dy gjujtje. Ta nxjerrëm një fitus. Shkojmë edhe nga dy palë runners. Dy gjuajtje, ta shohim se cilë do t'jenë ata guzimtarët. A me shtë të kushës, me që atu ma doshti. Po, Majki dhe Fisi. Edhe nga dy palë runners patike për të dyja skuadrat. Fisi është ai pari cili do të gjuaj. Prite shenjën nga Enisi. Hajde Fisi, letë vazhdoj gara, publiku një mbështetje. Gjuan Fisi dhe shëllon me të parën. Ta shojmë çfarë do të bëj Meda tani. Gjuan Meda dhe këtë barazon rezultatin. Shkojmë me nga një palë këpuce tjera. Edhe njërë Fisi. Fisi Gjuan i pasak. Më refes. Ta shojmë Agroni çfarë do të bëj tani. E fiton pikët për ekipin e Bayernit. Pra, sfida me dytë. Fisi paramendojnë është basketbolist, Fisi. Bayerni arriti të fitoj edhe këtë garë. Halo sarkoshi. Pra, 5 pikë për Bayernin, dërsa rezultati i përgjithshëm është 20-5 për Bayernin. Asni pikë se hom dorë. Që doni një 3 Një 3 që ju vynë. Agroni është interesu me jep 3 pikë, veç me siguri ka fundit. Mojë se të vynë. Mësia është për fund, si që. Presim të rinë fund të Agron, qofë se me të vërteti duhen ato 3 pikë, ja japim. Dërsa, gati jem për sfidën e radhës? Si që. Si gjithmonë, gati të dy ekipet edhe publiku, ta shohim se cila është sfida e radhës. Zbritje se jo mahi. Blej një dhe merë 2 palë. Lëp numën e këpucës, mos lëp qmim, se qmimet i kemi lëshu me lift të poshtë. Runners për të gjithë. Ka vetëm një vend ku mjekët shqiptar dhe të huaj përdorin metodat dhe aparaturat më të avancuara të trajtimit. Në Spitalin Amerikan, institucionin më të madh privat shëndetësor, pacientët janë djerë të sigurt fale dhe për kujdesit të stafit. Spitali Amerikan, bashk përqafojmë jetën. Vardem, dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Ato duken si të vërteta. E jani në Vardem, befasojeni veten me lodra pa kufi. Vardem, dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Ti dan shumë po don, unë them që po bon. Golden Eagle ma i mirë, se në tjera nuk po shkojnë. Trupin vesh, po ta qon, kombinoje me pasion. Me rejti ma shpejt. Golden Eagle, babe. Po dana ma shpejt. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Aktiv, distributor ekskluziv.
pa qartë, kuizi me fotografi, 3 fotografi që duhet t'i zbulojnë të 2 nga ekipet, të gjithë jeni në garë, normalisht, cili do që edhim për para, por për drejten e përgjigjes e ka ai cili shtyp gongun I pari. Fitusi dihet, si zakonisht? Po, okej, fitusi dihet. Ta shohim kush do t'luj, Meda dhe Kida. Meda dhe Kida janë ata që do t'a shtypin gongun, ndërsa të gjithë janë në lojë. Ja, gona për pasit, Okej, Ganja. Ganja dhe Kida. Gjithë që është gati, ta presim edhe zbulimin e fotografisë. Dhe më thonë edhe këta I padrona. Po, gjithë jeni në lojë. Fotografia e parë. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Gjithçka gati që të zbulohet, pra fotografia e parë, të shohim kush do t'jetë më e shpejt, Kida apo Ganja, syt drejt projektorit atje ku po zbulohet fotografia e parë. A thua kush do t'na shfaqet këtu? Kush do t'jetë më I shpejt për ta zbuluar këtë enigmë? Ekipi Bayernit apo hip-hop, R&B dhe labi? Dhe Ganja e preke para. Ganja e ka shtype e para, ta shohim edhe përgjigjen, vetëm pak. Ganja e ka shtypur. Keni drejtin tregoni, cili do që e dini? Cili do... Cila është përgjigja e grupit? Jo, është, po duni me e përgjigje. Agran Laka. E tha përgjigje. Agran Laka, përgjigja e parë, dërsa jo nuk e dini, apo? Në qofë se këta nuk e kanë qëllu, gjithsesi fitoni. Atër përgjigja e Bayernit ta shohim. Apo në ndru. Apo në ndru. Jo, e ke e përgjigjen. E ke e përgjigjen. Molli si blezë. Neta. Marrë do të mjarë. E ditëm po tha mos. Pikë për neve, Pikët e para për ekipin e hip-hopit. Meda e njofti, da godës, për nuk e... Prek gongin Meda, më thonë, nuk keni mujtë me një. Sebe po për zisha për Unë ju thash agroni kam ja hup lojën, krejt. Raundi I parë për ekipin hip-hop, ta shohim tani fotografinë e dytë. Shkojmë me fotografinë e dytë. Për do të na shfaqet këtu. Kuizi me fotografi. Dhe kush do t'jetë më I shpejt, pra e patë se nuk është veç kush është më I shpejt, është edhe kush është më I sakt në përgjigje. Të shohim se kush do t'i fitoj pikët e radhës. A do t'jetë Ganja me ekipin e saj, apo Kida me ekipin e saj? E prek Ganja. Prit një vre burku. Sa mërbash. Ganja prap e shtypi kokun e para. E nxirra gabimin. Të shohim është e sakt përgjigja, Musaf. Ilir Shaqiri. E sakt përgjigja. Pes me pes tani me pik dhe shkoj me randin e tret. Gjdo rand 5 pik? Okej. Ja, fotografia e tret. Përqëndroni ju lutem. Të dyja ekipet kanë nga 5 pik. Shojmë se kur do ta zbukloj këtë fotografi të radhës. Kur do t'jetë më I sakt. Dhe kur do t'jetë më I shpejt në shtypjen e gongut. Ganja e prek edhe njerë. Ganja e shtypje e para. Ryva Kajtazi. Ryva Kajtazi, thot Ganja, ta shohim Mustaf. Ta shohim fotografinë e qartë. Dhe sakt. Përgjigje e saktë. 5 pik tjera për ekipin e Bayernit, 10-5 pra fitoria për ekipin e Ganës. Bayernit fitoj 2 rande, ndërsa një rande. Një lojë e bukur, kuizi me fotografi. Edhe pse Agronin deshen ta largojnë nga loja ja upi raundin e parë, po raundin e dytë e fitoj pra. E permisoj gabimin. Gabim I permision, ta shohim tani rezultatin. Rezultati është 30-10 për Bayernin.
Mirë është ka shumë puna, po? Së gjithë. Mirë, mirë. Koko. Koko, deri në fund të misionit nuk dhije se qatë bët. Ta shojmë se cila është loja e radhës. Loja e radhës, gjuaj në vrim. Garusit i kam para vetes dhe 10 fast vegjel. Ata duhet t'i gjuani për t'i qëlluar në vrim. Ai cili fut më shumë e fiton lojen, por gjdo shënim i ka 5 pikë. Kështu që mund të fitoni shumë pikë nga kjo loj. Ekipi i parë që do t'luaj është Bayerni. Gati Bayerni. 3 garuasit. Bayerni me padurim po pret që ta nis lojen, ma dje në këmbe filluan. Ate nga tipja numri 10. Gjyra e kuqe është e juja. Vetëm ta presim edhe numrimin. Pret, sa po me gju pa janë ma numri. Shohim tani çfarë do të bëj Agroni Loja po këtu. fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Që s'ka gati për të startuar pra Gjujtje, po. I pa suksesshëm është në tentimin e parë Agronit, shohim në tentimin e dytë. Në basketbol kësaj thojmë pa eshtra. Ja, dhe një shënim tjetër. Mos u ngot. 2 të sakta, 2 të pasakta, 3 të sakta. Agron. Le pak edhe klandën edhe metën. Vish nga dalë, përshëndet. 4 të sakta, 20 pikë deri tani për ekipin e kuq. Mundesh gjitha mi gjujt, s'ka dert, po. Shohem Ganja. Jo, kare. Nuk pat fuqi sa duhet, Meda shënon. 5 të sakta, 6 shënime dhe tani. Ja tentimi fundit, Meda shënon. 35 pikë për ekipin e kuq të Bayernit. Shfarë loje nga ekipi Bayernit. E tani do ta shohim sfidën për Fisin që e kemi basketbollist. Sa do të shënoj Fisi këtu? A do të arrita barazoj apo jo? Ne dash basketbol, dash gjitha lojrat. 10 fas qësej, Loja po 7 të fillon. sakta për ekipin e Bayernit. 5, 4, 3, 2, 1. Fisi Loja quan, starton. i pasakt Fisi në tentimin e parë. I sakt në të dytin, 5 pikët e para, 10 pikë. Fisi e ka marrë me seriozitet, 3 të sakta, 4 të sakta Fisi, 5 të sakta Fisi, Kida. 6 të sakta Fisi. Kida. Tash ta shohim, a do të arrin ta barazoj rezultatin. Kida është në radhë. Ta shohim tani Majkun që quan dhe nuk sëron. 30 pikë vetëm për ekipin Hip Hop R&B. Përfundoj edhe kjo gol. Me bu me hiqa është? Me bu me Po presim ja 2 ditë, ndoshta herë. Qa mi bo qasora e në gjys. Hini. Angel. Pra, përfundoj edhe kjo garë, ta shojmë rezultatin, edhe pse ishin shumë të saktë dy ekipet, por Bayerni më duket se shumë më shumë pat shënime. 7 me 6. 7 me 6. 35 me 30. Bayernit, dërsa 6 shënime për ekipin e Hip Hopit. Por rezultati... Sa ka njështë më seriozisht lojën këta? Sa që kam pëlqejnë? 65-4 hish kur që Tani rezultati është 65 me 20 për ekipin e Bayernit. Meda dhe ekipi ti me një strategji akoma në avantazh. Amo kjo maraton, jo sprint. Kina ushtru plomë. Keni bo ushtrime për këtë gara, po? Po drum. Pra, gjithka është gati edhe për sfidën e radhës. Ekipet janë gati edhe publiko gati. Ta shojmë se cila është loja e radhës. Gjeje personazhin, sfida e radhës. Gjithsejt i kemi 10 fotografi. Kjo loj ka 10 pikë. Të 3 garuesit janë në loj, njëri është që duhet ta zbuloj se çfarë personazhi është, ndërsa të 2 garuesit tjerë
imitojnë, mundonu sa më shumë t'jep një shpjegime që ta gjej sa më shpejt, se kush është fotografi e rastësisht, në qoftë se nuk e gjeni, mund t'i thoni vetëm kaloni. Pra, ta shojnë të paret janë Bayerni që do t'luaj. Jo, pse na pet? Pse jo? Koha s'është e limitu, ma? Jo. Jo, koha është 10 fotografi për sa kopi gjeni. Atëherë shkojmë me ekipin e Bayernit, apo jo Enis? Urna? Ekipi Bayernit është i pari? Jo, këta janë, a kemë parë si të parë. Atëherë le të fillojmë me ekipin e hip-hopit. Hajde besa problem. Që s'ka gati pra shkojmë me ekipin hip-hop? Cili është që do t'i gjej? Këtu. Jo, ne këthe në shpinë. Ju dy, kaloni atje, pjesë e tjera. Jo, ti me këshyre, ti Kida. po sho. Këtu, okej. Ne s'kem drejt me fola, jo. Mike, atje. Me bib. Okej. Ne, kështu më në grejt. Gati jemi edhe për lojen. A kem drejt më përzina me rajt? Jo. Mos e dekoncentrani. Mos për shef foto në me. Kundërshtarin. Mos kallëzë dhe noli. A jenë me mua me kallëzë. A me mua me arru. Bravo. Që s'ka është gati pra, mund të shkojmë Mustafa. Shkojmë me fotografinë e parë. Loja fillon tani. Të shojmë se a do të arrita gjej fisi se kush është kjo. Kush është Spanja, ndro. Ndroje fotografinë, shkojmë me tjetrën. Unë e një. Spjegoj, jep shpjegim. Me Snoopin, still Dre. S'bën mja tregu emnin. Ko nga thirë që ashtë? Edhe emni thirët që Dr. ashtë. Dre e gjetë parën. Kalo. Legenda e muzikës pop që ka dek. Qëra. Michael Jackson. Bravo, Michael Jackson. Michael Jackson e saktë. është këngëtore në Amerikë Latine me bëtë modë. Jennifer Lopez, tjetra fotografi. Kënën zhondrën e këtina. Shqiptara? Se unë... Labi, bravo, tjetra fotografi. Që kjo është... Kusho kjo... Ta rinia nuk penjojnë legendën. Legenda muzikës Bilbili Kosovës. U plak. Nezmije Pagarusha. Nezmije Pagarusha, e saktë, shkojmë të tjetra. Reper. Në shumë për ase flamur, asane. Goldejgji, tjetra. Kjo është kështu, njëre. Ish frajeri Afrdita. 1 minutë e 10 sekunda. Shpat Kasop. Bravo. Shpat Kasopi, tjetra tani. Kukën me musje ka, kukën me musje. Bimbim, ja? Tjetra. Kresha. Kresha, tjetra fotografi. 1 minutë e 25 sekunda. Me bustrasha. Noizi e saktë. E saktë dhe ka që ishte koha, është 1 minutë e 30 sekunda. Gjetëm kejta. 9 fotografi të sakta, vetëm një gabim. E sakta i ba. Kesh, ha? Kejti këna gjithë. Jo kush, kejti këna gjithë, mëra? Kejt. Vetëm të parën nuk e keni ditë, Adelina... Kush ke qaja? Adelina Tahiri. Sa thë ndroje. Se ndroje, ta në majtë në këtë që bedim ndroje. Pra tani është në rallë është ekipi i Bayernit. Shkojmë Mustaf me fotografinë e parë. Stjalish me bo me hile hupe, Gati jem për sfidën e rallës. Okej, parë se kënë me dorë kështu, a i këngëtare... Ka filluar koha për ekipin e Bayernit. E saktë. Kalojmë të fotografia tjetër. Është udhës... E moan radio këforin. Zuzi? Bravo. E saktë. Tjetra fotografi. është këngëtar latin. Latino. Ato këngë që ka pas për një këngë. 30 sekunda kanë kaluar. So Santana? No. është i bukur, është... Enrique Ignacio? Mund të kaloni fotografi nëse nuk e din. Eja, ko drejtë... O, këngëtari vaj mirë të kishtë. A, i bëjmë të atlesis. Shkoj me fotografin tjetër. Okej. 53 sekunda. Kënëm bashkë me atë këngëtarin e vogël. Hitin e Adrian madhë. Goxha? Bravo, fotografia tjetër. Kë... Muj me thonë legend e hip-hopit, po është i bardh, nuk është i zi. Eminemi? Kalojmë të fotografia tjetër, 1 minutë e 10 sekunda. Johan Krasniqi? Bravo, tjetra fotografi. Këngëtari Pejan. Pejo lule duga qenit, udbisrice na. Këngëtari... Pejan. Doni? Dani, bravo. E pak nare të përmene. Parti Latino.
Enrique Ignacio. Bravo. Ma shpejt, 1 minutë e 30 sekunda. Ismet Begjeti. Bravo, 1 minutë e 35 sekunda për juve. O krya? Përfundoj, ta shohim se kush është fitues, nuk e di. Ta presim nga regjia. Edhe për sa kohë, edhe sa fotografi kanë arritur të gjejnë. Bravo. I sholla, e fitojmë shtolla. Presim nga skifteri. Atëherë nga 9 fotografi të sakta i kanë të dyja ekipet, mirë po hip-hopi është më i shpejt me 1 minutë e 30 sekunda. Ekipi Bayernit 1 minutë e 35 sekunda. Në mes pak, se të të sekunda, Ja, sa kur gjau kry. Se ti të më sërësisht. Pra të dy ekipet kanë arritur t'i gjenë nga 9 fotografi, dërsa ekipi hip-hop ishin më të shpejt, kështu që e fitun edhe garen. Dërsa rezultati është 65 me 50 për Bayernin. Rezultati po afrohet, po ngushtohet, tensioni po rritet. Shohim se pari se cila lojë është dhe sa piki ka kjo lojë. Goja e radhës autogol. Të dy ekipet i keni gjithsej 2 minuta. Ta shohim se cili do t'jep gola më shumë. Të pare që do të fillojnë garen janë Bayerni, ju ta ka njeni futbolera. Shtu me shtina. He, unë të me ndrejsh një, po? Kjo loj ka, po, ju i ndihmoni i sharbeni me topa. Loja po fillon për 5, Apo rënd t'ja që të 4, 3, 2, 1. Loja starton. Starton Meda. Arrin të shënoj. Se dita. Kyqe më në ato? Se dit, po hit. Quan edhe njerë Meda, edhe njerë është i sakt, 2 gola të rritani. Edhe njerë Meda i sakt, 3 gola. 1 minutë e 3-14 sekunda për Medën, 4 gola. Publiku. 5 gola. 4 gola. Minuta e fundit për ekipin e Bayernit, 4 gola deri tani. A ka gol për Medën apo jo? 50 sekunda tërë në fund, ja goli 7. 8 gola për Medën. Edhe më tej 8 gola, 40 sekunda, ja goli 9. 10 gola për Medën. 30 sekundat e fundit, një përkraj nga publiku e mirë se ardhur tani. 10 gola deri tani për Medën. Opa! Meda po don me na rrej publikun. Duar trokitje publikun, nërsa nuk ju rrok Meda me top. 12 sekundat e në fund, goli 11, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, 11 gola i ka Meda. 11 gola, rekordi deri me tani, bravo Meda. Rekord, 11 gola. Rekord? 11 qërime. A rekordo? Deri me tani rekord është Meda. 11 gola për Medën, edhe një duar trokitje për Medën dhe 11 gola dhe ti. Shojmë se çfarë do të bëjë tani ekipi Hip Hop R&B. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Është Majku që do të quaj, ka filluar koha për të. Nuk ka gol në tentimin e parë, ja tentimit i dytë goli i parë, 1 minutë e 25 sekundat në fund. Më prapa dopin ju aq përpara. Një gol deri tani për ekipin e kaltërt, ja goli i dytë. Mos u gut, s'ki nevojë më gut. S'ki nevojë më gut, Mike. Goli i tretë. Vazhdon Fisi ta shërbej Majkun, 1 minutë e 5 sekundat në fund, goli i 4. Edhe 7 herë për t'u barazuar, goli 5. Mos e gut. Hajde shtë. Ja goli 6. Gjuan në njerë, Majku.
45 sekonda, 7 gola deri tani. Edhe 4 herë duhet të shënoj për të barazuar me Medën. 40 sekonda deri në fund. Ka kohë sa të doj, 8 gola. Gjuan 9 gola për Majkun me shtyllë këtë herë. Shtylla dhe njerë mirë, po nuk jenë topi në gol, qojmë. Vetet në 9 gola. Ja goli 10. Dhe 11, barazohet Majku me Medën. 12 gola publiku. 15 sekonda dhe në fund. 13 gola. Përfundon koha pra 13 gola për Majkun. Nuk është çudi që ekipi Ajvalis nuk e ka marrë Medën me vete. 13 me 11 për ekipin Hip Hop. Majko, bravo Majk. Je edhe rekord në këtë lojë deri me tani. A ka në Ivan Ajvali për mu? Kësvet. Si të kryet këto, të ndavojme, me njerë. Pra të ndëruar qikus, ishte një show në këtë garë. Meda gjithsejt 11 gola, ndërsa Majko 13. Rezultati është 65 me 60 për Bajernin. Rezultati po ngushtohet, tensioni po rritet në Super Speed. Shumë afer jemi edhe në përfundim, i kemi edhe pak lojra, ta shohim se cila është e radhës. Vardem, dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Ato duken si të vërteta. E jani në Vardem, befasojeni veten me lodra pa kufi. Vardem, dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Ti dan shumë po don, unë them që po bon. Golden Eagle ma i mirë, se në tjera nuk po shkojnë. Trupin vesh, po ta qon, kombinoje me pasion. Me rejti ma shpejt. Golden Eagle, babe. Po dana ma shpejt. Zbritje se jo mahi. Blej një dhe merë 2 palë. Lëp numën e këpucës, mos lëp çmim, se çmimet I kemi lëshu me lift të poshtë. Runners për të gjithë. Ka vetëm një vend ku mjekët shqiptar dhe të huaj përdorin metodat dhe aparaturat më të avancuara të trajtimit. Në Spitalin Amerikan, institucionin më të madh privat shëndetësor, pacientët janë djerë të sigurt fal edhe për kujdesit të stafit. Spitali Amerikan, bashk përqafojmë jetën. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Aktiv, distributor ekskluziv. Se cili raundi ka nga 5 pik. Qojmë se cili do t'jenë 2 garusit, 2 gladiatorit e kësaj gare. Agroni po mduket dhe Majki. Po, keni mundësi mundru. Gjithsejt janë 5 raunde. Po filloj me Agronin dhe Majkin. është me një dorë. Koha nuk është e limitune për qëndrim. Më pas, të 2 garusit më pas. Për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Starton raundi parë, shojmë kush do t'jetë më I suksesshëm. Të dytë kanë rënë njëjtën kohë, përsëritet edhe njerë. Përsëritet edhe njerë. Edhe njerë përsëritet. Kur ju themon përsëritet edhe njerë, ju veç amin. Me nga një dorë jastëkun. Edhe shkojmë. Hajde vaj. Raundi parë, shojmë kush është më I suksesshëm tani. Majku e fiton raundin e parë, 5 pikë të para për ekipin Hip Hop. Majku të lutem me një dorë jastëkun. Hajde leja ta dy edhe njerë. Hajde edhe një tani ndrojnë. Me një dorë do ta?
Ana gati. Gjithçka gati, mund të filloni. Shohim kur do ta fitoj raundin e dytë, është Agroni që e fiton. Barazohet rezultati. Barazohet kontrolin. Në start të lojës ktheuni pas. Mbështetje për dy garusit, Meda. Enis jep ju shenjën. Filloni, mund filloni garen. Atë rezultati barabart, 1-1 me rande dhe 3 rande kanë mbetur. A do t'jetë Meda apo Fisi? Opa! Meda fiton për rand. 2-1 me rande dhe 2 rande tjera shkoni në fund të... Enis jep ju shenjën. Filloni. E ta shojmë a do t'arrit Akmeret Fisi. 2-1 me rande. Vardon ama të luta pa kompromise fiton Meda. 3-1 me rande. Dhe tani randi fundit. Do t'luftojnë dy vashat, Ganja dhe Kita, në fund të... Meda çfarë lufte. Fund? Stoa? Tani Ganja dhe Kita, raundi 5. Mund të filloni. Jashtëkun me një dorë. Dhe fiton Ganja me njerë. Me njerë fiton Ganja. 20 me 5. 4 me 1. Ode? Ma në rëndër nga, au kry, ha? Mbaroj edhe loja lufta me Aztek. Qesë më në të një vashse. Meda kërkoj një duel me mu. Deri tash po kom qef një duel me to bashkë. Enisi deri tani është i pamportur. Shohim se kush do të fitoj tani. Përgatiten të dy garuesit. Një luftë e vështirë për të dy, ta shohim se kush do të jetë më i vështirë këtu për të rrëzuar. Meda apo Enisi. Mos e godit në kokë, Med. Dhe fiton Enisi, çfarë strategjie! Edhe njëra? S'ma ke kalzu lojën. Edhe njëra po të në Meda. S'ma ke kalzu lojën. Shkojmë edhe një luft tjetër. Nuk arrin të arrëzoj Meda deri tani Enisin. Opa! Dhe barazon Meda. Bravo Meda! Duar trukitje publiku! Ju lumë të dy garuesve. Si do shtë jetë ajo që numërohet ekipi kuq i Bayernit me 4 rande të fituara. 20 me 5. Strategjinë e forta. 20 me 5? Apo tani pikë Ta shohim tani Qa të ndoshë? rezultatin e përgjithshëm. Edhe pse unë e Meda mbetëm baraz me raunde. A kena shansë me u këthy ajo? Me Medën do të garojmë finale, në qofë se vjen Meda deri finale, garojmë prapë. Ndërsa rezultati është 85 me 65 për Bayernin. Na duhet pak pushim. Tani po ja besoj garuzve, çfarë lodhje ka. Ta shohim pra se cila është sfida e radhës në vazhdim. Sfida e radhës është kape vezën. Garusit të dy ekipet kanë nga 10 vezë, duhet t'i gjuaj nga ana e djathtë, mbi shufer dhe për t'i kapur vezët. Numërohet pik vetëm kapja e vezës, në qofë se
prishet, thejet, apo bjen tokë, e humni atë loj. Të parët që do të luajnë këtë loj... Minutash nuk ka jo? Jo, koha nuk është e limitune, për qëndrim, koha është në dispozicionin të juaj. Ta shojmë tani ekipi i parë, hip-hop. Keni mundësi edhe të ndroni lejtarë. 3 garusit. Po, njëni ishte për. Keni mundësin edhe mundru ko paskue, në qofë se doni. Loja po fillon. Për 5, 4, 3, Jo, ma jeb, jo, ma jeb. A më ma gjyta, më ma jeb. Loja starton. Që s'ka është gati, pra mund të anisni lojen. Përqendrim, mësë ngot. Fisi e gjuan vene parë dhe ka arritur të pres. 2 pikë të para, mos unë gutni, kohën nuk e keni të limituar. Mësë shkel vinë edhe njerë, edhe njerë. Feja e dytë, ktheu edhe njerë, Fisi, se e kështë shkelur vinë. Mësë shkel vinë. Ora e dyta. Kjo është... E dyta kjo. Feja e dytë, të cilën e ka pritur Fisi me sukses. Shojmë të tretën. Jo, mos nëzita, Fis. Mos u gëtë, mos u ngot. Kiko, sa të dush. Përqendrim. Publiku na ka fjetur krejt. Nuk po e përkra Fisin fare. Mos u gëtë. Tentimi 4 dhe i suksesshëm sërish Fisi. Shojmë të veja e 5. Pes tentime të suksesshme, 10 pikë për Fisin, ja i 6. Fisi po i bën të gjitha në ngutje. Hajde! Ka dhe veja 7 të suksesshme. Fisi, si kur të ishte në stërvitje me klubin e ti. I kanë betur edhe 2 tentime Fisit, duket se do t'jetë perfekt, 100% pra në tentimet. Ta shohem tani në këtë tentim të fundit dhe arrin t'i vitoj 20 pikë Fisi. Jetë shënime tani ekipi Bayernit. Agroni do t'a provoj t'i kap vezet. Pra 20 pikë për ekipin hip-hop, R&B, të shohem çfarë do të bëj ekipi Bayernit. Më saktësisht Agroni. Loja po fillon për 5. Gati jemi edhe për ekipin e Bayernit, gjithsej t'i kanë edhe këta... Loja starton. Gjithçka gati Agron, mund t'a nisësh lojen. Kena kohë sa dush. Keni kohë sa të doni pra, i sakt në tentimin e parë edhe në të dytën është i sakt. Agroni shojnë tentimi 3. Nga 2 pikë për së cilën ve. Agroni e ka mundësin edhe që ta gjatë dorën, t'i ka. Ta ngulit ven. Shala është e qurës. Hece i quret. Shojmë tentimin e radhës për Agroni, një suksesshëm është Agroni. E, më që më bote zime, Shkojmë me tentimin e radhës Agroni. Dhe janë zive atë për zive të naj. Agroni shumë i suksesshëm në flakjen dhe pritjen e veve. Në thef në një ka dhe janë zime atë për zive. Edhe një tentim i suksesshëm edhe sa vena kanë betur kane. Pirujna. I suksesshëm edhe 2 ve më duket. Tentimi parafundit për Agronin tani siç duket nga kjo lojë do të dali me rezultat të barabartë 20-20. Edhe një tentim për Agronin, edhe kjo është i saktë dhe gjithçka përfundon baras. 20-20, apo do të gjuajmë edhe nga... Ta përsëritim edhe nga 2 gjujtje, një lartësi. Pak më lartë. Apo gjujnë vojza. Rezultati është i barabartë. Jo, ta është lartësia është me e move, prej këtujt. Oke. Të gjuajmë edhe nga 2 ve pra. 2. Kush do? Hajde në zërë këtë parë. 1. Shkojmë. Hajde, oke. Oke, Agroni 1, Fisi 1. 2 gjujtje. 2 apo 4? 2. Nga 1 gjuajt, ja? Jo, 2 gjujtje Fisi, 2 Agroni. 2 gjuajtje Fisi, 2 Agroni, të shojmë Agroni është i pari që do të tentoj ta arri këtë dhe bën me sukses. Hajde Fisi. Kap edhe 1 vej Agron. Hajde! Të shojmë tani Fisi, e gjuan ven edhe ka kapur Fisi. Hajde Agron. Niveli i rrezikshmërisë më i lartë. Përqendrim Agroni. Agroni, a e kape, ka kapur Agroni edhe 1 vej tani. Për Fisin, të shojmë, e gjuan Fisi dhe kapë edhe kë.
Shkojmë tani pak më larg. Kynë të fort. Me nga 2 ve gjys metre më larg. Largoj. Kapni edhe nga 2 ve, ju lutem. Prap, agroni dhe fisi, apo? Sa kërë janë dy. Goni. Dy Që gjujtje, e dritë shumë për pengon të shkosh, ta? Shko der drita më se Ata nolëm. Valente, jo, seriosisht, shumë për pengon drita. jo drita. Shojmë çfarë do të bëj agroni këtu. Përshëndrim. Mos është kalvin. E quan vend dhe ka pritur agroni. Fisi. Ta shojmë fisin tani. Fisi me të majtën e tij e gjuan vend dhe pret. Për pak të dal nga studio Fisi. Gjuaj ma paraboll. Edhe një gjujtje. Shkojmë edhe një gjuajtje tjetër të dytë i keni nga 2 tentime. Pasaj vazhdojmë ala. Qose mbetni barë. Agron shkojmë me tentimin e dytë, nizët agroni dhe e pret. Ta shojmë fisin tani. Gjuan fisi edhe ky e ka pritur. Shkojmë tani edhe më larg. Ta shojmë çfarë do të bëj agroni këtu, e gjuan vend dhe e pret. Paraboll. Fisi e gjuan. Bravo Fisi. Shkojmë edhe me nga një ve. Publiku po hesht për qëndrimi maksimal. Fisi e gjuan dhe nuk e ka përcyer shufrën. Jo. Ta shojmë çfarë do të bëj Fisi Nuk e këtu. kaloj shufrën. E gjuan Fisi dhe e fiton lojën. 10 pikë të i takojnë ekipit Hip Hop R&B. Duart Rokitje, ju lutem. Bravo, Fisi e fitoj këtë garë. Bravo, Fisi. Vrapim shumë i shpejt. Edhe një teknik. Një duart rokitje për Fisin. Dhe agronin të dy garuan shumë mirë, po ja që njëri duhet jetë fitus. Baroj pra dhe kjo sfid, hedhja e vezve apo kapja e vezës, dërsa rezultati i përgjithshëm është 85 me 75 për Bayernin. Vazhdo në përsi Bayerni, deri me tani nuk arritën të barazojnë rezultatin asnjëherë ekipi Hip Hop. Tani kemi edhe 2 sfida të radhës. Ta shohim se cilat janë ato dhe sa pik i kanë. Shohim se cila është sfida e radhës. Ka vetëm një vend ku mjekët shqiptar dhe të huaj përdorin metodat dhe aparaturat më të avancuara të trajtimit. Në Spitalin Amerikan, institucionin më të madh privat shëndetësor, pacientët janë djerë të sigurt fale dhe për kujdesit të stafit. Spitali Amerikan, bashk përqafojmë jetën. Zbritje se jo mahi. Blej një dhe merë 2 palë. Lëp numën e këpucës, mos lëp çmim, se çmimet i kemi lëshu me lift të poshtë. Runners për të gjithë. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Aktiv, distributor ekskluziv. Vardem, dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Ato duken si të vërteta. E jani në Vardem, befasojeni veten me lodra pa kufi. Vardem, dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Done shumë po don, unë e them që po bon. Golden nigga ma i mirë, se në tjera nuk po shkojnë. Trupin vesh, po ta të shonë, kombinoje me pasion. Me rejti ma shpejt. Golden nigga babe. Po dëna ma shpejt. Parafundit, penalti me Symbyllas. Kjo gari ka 10 pik, gjithsej 2 minuta, mbrana 2 minuta duhet të gjuajnë me Symbyllas dhe gjithashtu dhe portieri është me Symbyllas.
Të dy garusit janë në loj, tani nga ekipi i Bayernit do të luajnë porta, po? Ganja. Ganja i vendos syzet dhe Kida, po? Ja, të shirojnë apo në vës? Kida. Po, mundesh me shtiru. Afrohemi të fusha. Me shtiru shë apet se shë Meda dhe Goni i shërbeni me topa. Edhe... Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Gjithçka është gati, ka startuar koha për ganën, shojmë se sa gola do të dënoj ganë fillo. Tentimi i pari pa suksesshëm. Shkom ropa të vija. Edhe tentimi i dyti pa suksesshëm. Ktheu më prapa ganë. Shko. Shuta. Nuk ka gol edhe më tej 1 minutë e 45 sekonda. Qërë kam shkoj brasë? 20 sekonda kalojnë edhe më tej nuk ka gol. Gjuan Ganja nuk ka gol sërish. 1 minutë e 30 sekonda deri në fund. 0-0 edhe më tej. Gjuan Ganja jashtë. Qërë të bëmërë? Mos e kap me dorë, vetëm tregoj, Agron. Tregoj, majtan zjathës, 1 minutë e 15 sekonda. Të mam ropa. Shko drejt. Mos e mboj me dorë. Nuk ka gol edhe më tej. 1 minutë e 5 sekonda, deri në fund ja goli i parë. Minuta e fundit. 1-0 për ekipin e Kuq. Shohem Ganja, Gjuan, sërish, jashtë. 50 sekonda deri në fund. 45 sekonda. Publiku, keni fjetur krejt. 40 sekonda të fundit, 2-0. 35 sekonda. 2 gola të zënuar nga Ganja deri tani. Dhe shtylla shpëton këtë herë ekipin e kaltërt. Tani ka ndalur me kohë Kida. 3-0 për Ganën. Prapa i ke sekondat. 4-0, 11 sekonda. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 dhe merë fund gjithçka. 4 gola të zënuar për Ganën. 4-0, bravo Gane, 4 shënime. Tani mbaj syzet e Kuqet ti. Logaretë të sohë. Ganja në porë, dërsa Kida është e cila do të gjuaj. Kjo shumë kushta e. Shirona po? Vis logaretë të shtu, 1, 2, Kida do të gjuaj. 1, 2 me 2 të shtu. Vendosi syzet. Është shumë. Ta presim edhe Kida dhe ishtë të tërgati. Bam. 4 gola. 4 gola, po. Vendosi syzet. 4 re. Hej, regoti me të klete vija, se s'po klete vija, e vështë të shtelja aprovasa të... Theo pak mbropa, në qëse nuk se ishte vija problem. Gati e pret, okej. Të presim numrimin pra. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Koha mund të startosh Kida. 2 minuta dhe tua kanë nisur. E shënon golin e parë Kida. Tentimi i dytë përfundon jashtë. Gjithsej 4 gola të zënuar i ka Ganja, çojmë Kida çfarë do të bëj. Vesh të kaune, kaune, 1 minutë e 40 sekonda deri në fund. 4-2. Shojmë edhe njerë Gjuan Kida jashtë. Ka, vetë. Hajde Kid. Mira, qatë Mbeten vetëm 2 gola deri tani ekipi Hip Hop R&B. Pret Ganja tani. 1 minutë e 20 sekonda. 4-3. Fal med. Gjuan 4-4. Barazot rezultati 5-4. Edhe 1 minutë e 5 sekonda deri në fund. 6-4 për Kidën. Ka. Pret tani Ganja mirë po përfundon topin në port. 7-4, 50 sekonda deri në fund. A me shku?
8-4, 45 sekunda. 9-4. Më duket se këtë herë do të shënoj edhe më shumë. Po she, apet. Po she. 35 sekunda deri në fund. 30 sekundat e fundit, 10-4 për Kidën. 25 sekunda Kida, 11-4. Ej, Boni! Ka, more? Po, fitu. E fitu? 15 sekunda deri në fund. Bravo. Mbetet 11-4, tani 10 sekundat e fundit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dhe përfundon gjithçka. Fitore ekipit të Kaltër. Bravo. 10 pikë të reja për ekipin Hip Hop R&B. Ti po deshe me luaj futbol se na Ti po deshe me futbol? Bravo, Gjisi, Ti po deshe futbol? Dhe Kida, bravo, Kida. Pas ka ushtru. Ruje mikrofonin se do pra. Doja. Ju thaj vazhdu s'ka po. Kida, mduke se thej një rekord në këtë lojë. Bravo, Kida. Shumë shënime, penalti me Symbylltas. Këtë garë e fitoj ekipi Hip Hop R&B. Ta që këna barazuja jo këna këmi. Një show shumë interesant të ndëruar shikus. Rezultati është afrua, rezultati është i barabar, 85 me 85. Një show shumë interesant, kemi arritur edhe në garën e fundit. Kjo garë edhe përcakton fitoren për këtë emision. Ai i cili do ta fitoj këtë garë, e fiton edhe këtë show, e ka mundësinë të vazhdoj garën për kampionatin e Super Sfides, ndërsa humsit fatkeqësisht në një garë tjetër ecim prej shtëpie. Garë të jetë interesante, publiku një duart rokitje për këto dy ekipe. Fenomenale në këtë emision të zëndëm. I ka ko presion i ka. Ky show, kjo garë është një intrigë e madhe, ta shohim se kush do tjetë ai garus, por mbi të gjitha të shohim së pari se cila është loja e radhës. Sfida e fundit, ngosja me motor. Kjo loj është edhe e fundit, por është edhe vendimtare për fitoren e ekipit. I ka 10 pikë, nuk është me rëndësi pikë, është me rëndësi fitoria. Ta shohim se cili nga garusit do të garojnë në këtë garë. Për ekipin e hip-hopit, të parët që do të garojnë është Majki. Majko e ka mundësin t'i dhuroj ekipit e ti fitore, në qofë se është me i shpejt. Ndërsa rekordin e kemi nga keka 35 sekunda. Mike, 2 gjiro duhet t'i bësh, 2 gjiro prit e countdownin. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Niset Majku, të shohim se çfarë kohe do të arri pas 2 radhëve. Një shtek mjaft i vështirë ky Super Sfidës. Shohim në kthesën e parë Majku. Arrin ta kaloj me sukses, kthesa e dytë për të. Edhe këtu me sukses. E tani në kthesën e tretë e kalon rrethin e parë. Shohim në rrethin e dytë. Deri tani 25 sekunda. Shkojmë të kthesa e dytë, 30 sekunda deri tani. I afrohet fundit Majku, 36 sekunda. E ka përfunduar sfidën Majku për 36 sekunda. 36 sekunda. Au kry! 36 sekunda, 3 gjiro i ke bo. Po, 3 gjiro i ke bo. E sa u bo për 2, sa këmë bo? Për 36. Tani e ka radhen meda për ekipin e Bayernit. Ta shohim. Meda është gati për sfidën.
Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Fillon. Loja starton. Niset edhe medat, shojmë se çfarë kohë do ta ketë ai. Pra duhet ta mposht kohën prej 36 sekondave, arrin te kthesa e parë. Është i suksesshëm në kthesën e parë Meda dhe te dyta. Publiku me një përkraje për Medën. 17 sekonda është rrethi i parë. Shohim se si do ta kaloj rrethin e dytë Meda. Me një rrot po e ka përcen shtegun. Duhet të jetë më i shpejt se 36 sekonda Meda. 31, 32 dhe fiton. 33 sekonda për Medën. Çfarë lutë është kjo sikur të nderuar? Një gare jashtëzakonshme. Një show i jashtëzakonshëm. Bravo Meda, te rekordin. 33 sekonda. Një show i jashtëzakonshëm. Kjo është super sfida. Ishte një intrigë e madhe të nderuar shikues. Sfida e fundit na dhuroi një show të jashtëzakonshëm. Bravo Meda, bravo Meda. Rekordi. Dy garusit ishin shumë të shpejt. Rekordi ka qenë 35 sekonda. Meda është rekordi deri me ta 33 sekonda. 36-33 të nderuar shikues, me Medën dhe ekipin e tij do të qihemi përsëri në garat e ardhshme. Ndërsa për fund Medë kemi një fotografi me kërcim me super sfidë. Jemi të gjithë gati, të nderuar shikues. Po ndohemi nga emisioni Super Sfida! Shova se unë lëndu dorën që e mon mikrofonin. Legenda e muzikës pop që ka dek. Qërëm. Michael Jackson. Është këngëtare në Amerikë Latine me bëtë morë. Është udhres... është i bukur, është... Enrique Ignacio? Jo. E pak marrë të përmene. Latino. Enrique Ignacio? A do t'jetë Meda apo Fisi? Opa! Mos e godit në kokë Med. Dhe fiton e nisin. Nuk ka rin të arrëzoj Meda deri tani e nisin. Opa! Tani ka do të bëj tani. E fiton pikët për ekipin e Bayernit. Një gare jashtëzakonshme. Një show i jashtëzakonshëm.